mbrojtja e Verselit për shkruajtje të klientit e tyre si antar i përkushtuar i UÇK-s në një kohë në një nevojë të madhe, si një diplomuar i ri, pa ndonjë stërvitje për përgatitje ushtarake që u bashkua mira të tjerëve nga prejardhje të ndryshme dhe me bindjen për luftuar për lirinë e Kosovës dhe të ardhmen pa autoritarizëm, pa apartheid, pa brutalitet për ta dhe për fëmijët e tyre. Kjo në vetvete nderuar gjykas nuk është krim. Natyrisht nuk është krim që t'i bashkosh një luftë për liri dhe ZPS-ja nuk e ka thënë kurrë këtë gjë. Por, të paraqesësh është akuzuarit si disa prej mirat e tjerëve të cilët ju bashkuan në UÇK-s për të luftuar për liri, është përpjekje për të larguar, për të shmangur roleve të tyre të vërteta, si pionierë, si themelues, si antar kyç të shtabit të përgjithshëm. Role që ata i kanë pranuar në mënyrë të përsëritur, apo role që pasqërohen, për shembull, në shumë takime ku kanë diskutuar historinë e UÇK-s, dhe që janë shënuar në provën P00186. Ata u shmangën këtyre roleve nuk i pranojnë ato, sepse veprimet e tyre në këto role, duke përdorur autoritetin e tyre të kombinuar si dhe përpjekjet e tyre individuale, pasqyrojnë qëllimin kriminal të përbashkët dhe angazhimin e tyre ndaj tij. Ekipet e mbrojtjes bën përpjekje të mëdha për të distancuar klientët e tyre nga autorësia e tyre dhe apo ndonjë formë përfshirje në komunikata. Këto argumente dështojnë. Së pari, kemi pranimet e tyre për këtë përfshirje dhe trupi gjykues nuk mund të përdorë ato pranime vetëm kundër të akuzuarve apo të akuzuarit që i ka bërë këto pranime, por edhe si konfirmim në shumë shembuj kundër të akuzuar, të bashkakuzuarve, për shembull për kujdesin para që është kusht që kërkohet. Zoti Halling do t'i trajtojë çështjen e përgjithshme më në hollësi letër. Së dyti, kemi edhe provat e pavarura që lidhen me origjinën, prejardhjen e komunikatave përfshirë nga dëshmitarët e disponueshëm për kundërpyetje. Në përpjekjen për të hedhur poshtë pretendime që kishin të bëjnë me kufizimin lidhur me njohuri që kanë pasur këto dëshmitarë të mbrojtjes, javën e shkuar avokati zoti Thaçi tha se të gjithë kanë patur dieni për të gjitha deklaratat publike dhe komunikatat. Në fakt, kjo nuk reflekton qartë dokumentacionin e çështjes. Si ilustrim, Wesley Clark tha se nuk i kujtoi që kishte parë asnjë dokument të UÇK-s në faqe 28160, 28170. Paul Williams e pranoi se përpara mujes nuk ishte parë asnjë dokument apo komunikat të lëshuar nga UÇK-ja në faqen 26890. Ndërkohë që John Duncan pretendoi se kishte parë shumë komunikate të UÇK-s, ai në fakt tha se nuk kishte parë asnjë që kishte të bënte me ekzekutimin e bashkëpunëtorëve dhe të rretharëve të kombit. Dëshmitarët e tjerë të mbrojtjes, si për shembull James Rubin, anashkaluan komunikatat dhe deklaratat publike të UÇK-s si manipulime dhe propagandë. Ajo që del është se provat shkresore të kësaj çështje janë të mbushur me dokumente të cilat dëshmitarët e mbrojtjes nuk kanë pasur qasje apo që mund të kenë pasur qasje por nuk kanë parë ose që kanë anashkaluar thjesht.